Ka ndoshta shumë prej atyre që nuk i kanë parë dhe të tjerë që i kanë harruar aksionet e dikush me të vetëvendosjes kundër importit të mollave serbe në Kosovë. Në rrugë, media e aksionet të tjera, ajo projektonte një Kosovë pa mollra serbe, sepse thoshte aso kohë vetëvendosje, me lejimin e tyre brenda rahteve e tryezëve tona, Kosova po financon shtetin që vrau, dhunoi e zhduki mijëra njerëz, si dhe shkatroi ekonominë e pronën e popullit të Kosovës. Kjo frym bojkoti e ndalimit, deklaronte vetëvendosje, duhet të vazhdojë deri kur Serbia të heqë dorë nga Kosova, pranon krimet e kryera dhe jep llogari për to, si dhe paguan dëmshpërblim për dëmet e shkaktuara. Në vitet 2006 e 2007, kur vetëvendosje nuk ishte parti politike, fushata kundër mollrave serbe orientohej me deklarata, videomesazhe dhe fletushka që shpërndaheshin nëpër Kosovë. Duke blerë mollra prej Serbisë, ne ja japim asaj 465.000 euro për çdo ditë. Por me kapërcimin e vetëvendosjes në gara zgjedhore, morën formë më radikale edhe aksionet kundër mollrave serbe. Në vitin 2011, aktivistë të saj dolën në magjistralen Prishtinë-Podujev e ndalën një kamion që po sillte mollra nga Serbia dhe e rrokullisën. Më vonë, në vitin 2012, krerët e vetëvendosjes dhe shumë aktivistë të saj do dilnin në mërdare dhe pika tjera kufitare me Serbinë, duke bllokuar për disa orë rrugët për të pamundsuar kalimin e kamionëve që vinin nga Serbia. Në vitin 2014, ajo ushqej edhe më shumë imazhin e një force politike që është konsistente kundër importeve serbe, kësaj here edhe me aksione në Prishtinë. 17 milion euro kena importu prej Serbisë në shkurt vitit 2013 e 23 milion në shkurt vitit 2014. Pra kjo qeveri po kushton tepër shumë. Prandaj ajo do të lagrohet një orë e më parë. Kamionet u rrëzuan edhe në vitin 2016 me të njëjtat motive si dikur. Por kjo histori e aksioneve, kjo narrativ politike që projektonte vetëvendosjen si një subjekt me qëndrime të palekundura, do të përfundonte në vitin 2021. Dhe nuk përfundoi sepse Serbia hoqi dorë nga Kosova, pranoi krimet e kryera, e dha llogari për to, apo se pagoi dëmshpërblim për dëmet e shkaktuara. Përfundoi sepse vetëvendosje erdhi në pushtet dhe shkelin mbi fjalën e vet, historinë e vet, duke u hapur rrugën kamionëve me mollra serbe pa asnjë kusht. Në qeverisjen e Kurtit, nga viti 2021 e deri në tetor 2025, sipas të dhënave zyrtare nga dogana e Kosovës, importet nga Serbia kapin shifrën prej rreth 1.2 miliard euro. Në vitin 2021, vlera e importeve nga Serbia ishte rreth 300 milion euro, por ato u rritën në vitin 2022 duke kapur shifrën 371 milion euro. Në vitin 2023, importet nga Serbia ishin 198 milion euro, e në vitin 2024 129 milion euro. Këtë vit, importi do të jetë më i lartë se në 2024, pasi nga janari deri në tetor, shifra ishte 192 milion euro. Kur vetëvendosja ishte në rrugë, kamionet e Serbisë ishin rrezik e turp kombëtar. Kur erdhi në pushtet, ata u shndruan në malla të zakonshme që kalojnë kufirin pa asnjë pengesë. Ky ndryshim nuk është thjesht politik, është përkufizim i pastër i hipokrizisë. Dhe kur idealet e dikush me përplasen kaq haptas me realitetin e sotëm, mbetet vetëm një përfundim. Parimet nuk ishin për shtetin, por për pushtetin.